Sharlatanizmi politik, si gënjehen qytetarët me partitë e reja çdo 4 vjet. Në politikën shqiptare ka një fenomen të përsëritur, revolucionarët e radhës që çdo 4 vjet krijojnë parti të reja, duke i shitur qytetarëve ëndrat e tyre si alternativë. Por kur hidhet një vështrim më i afërt, del një model i shqetësuar, personazhe të njohur që kërcejnë nga një parti në tjetrën, duke u përpjekur të mashtrojnë elektoratin me premtime të reja, pa asnjë rezultat të vërtetë. Rasti i Adriatik Lapaj, nga 780 votat në Vlorë të Shqipëria bëhet në një qark tjetër. Adriatik Lapaj është një shembull klasik i kësaj loje. Në 2017, ai u kandidua si deputet i Aleancës Kuq e Zi në qarkun e Vlorës. Rezultati? Vetëm 780 vota, një dështim i plodh. Por në vend që të reflektoj ose të ndërtoj një projekt serioz, Lapaj zgjodhi rrugën e sharlatanëve të politikës shqiptare, të ndryshoj brandin. Këtë vit, ai kandidon prap, por tashmë nën flamurin e një partie tjetër dhe në një qark tjetër, duke u përpjekur të luajë lojën e një fytyre të re. Pyetja është, pse dikush do t'i besoj një politikani që e ka provuar veten si të padukshëm dhe tani kërkon të rilind pa asnjë ndryshim real në qasje? Nikët dhe tikët e politikës shqiptare, partitë si biznese sezonale. Lapaj nuk është i vetmi. Sistemi politik shqiptar është i mbushur me figura që humbasin në një parti, pastaj krijojnë një të re. E shesin vetveten si antisistem, ndërsa në realitet janë pjesë e të njëjtit rrotullim. Përdorin retorikën e ndryshimit, por kur hedh një sy në savë, nuk ka asnjë kontribut real. Kjo nuk është politik, është sharlatanizëm. Pse elektorati bie në këto kurthe? Mungesa e kujtesës politike, shumë votues harrojnë se këta të rinj kanë qenë pjesë e dështimeve të mëparshme. Fatkeqësia e antipolitikës, një pjesë e shoqërisë mërzitet nga partitë ekzistuese dhe bie prej predikuesve të rinj pa i kontrolluar aftësitë e tyre. Media që i mban në jetë, disa media u japin hapësirë këtyre figurave vetëm për spektakël, pa bërë pyetjet e duhura. Si të mos biem më në mashtrim? Kërkojmë rezultate, jo fjalë. Nëse një politikant ka një savë me dështime, pse do të ishte ndryshe këtë herë? Votojmë me mend, jo me zemër, mos u bëni peng i emocioneve të shkurtra. Kujtojmë historinë, nëse dikush ka ndëruar 3 parti në 5 vjet, ai nuk është reformator, është një kërkues i vetëm i posteve. Koha për të kërkuar llogari. Politika shqiptare nuk ka nevojë për më shumë nik etik, ka nevojë për njerëz me integritet dhe projekte serioze. Qytetarët duhet të jenë më të zgjuar se këta sharlatan. Sepse kur blejnë iluzione, humbin të drejtën për të ankuar për rezultate.